Është e qartë që pas vendimit të majorancës për të ndaluar arrestimin e Bilinda Ballukut, duhet të shkojmë në zgjedhjet parakoshme. Nuk ka më asnjë kuptim që ndërkohë që drejtësia po heton dhe kërkon arrestimin e të korruptuarve, majoranca i merr në mbrojtje. Kjo majorancë nuk ka më legjitimitet, nuk ka më arsye pse të qëndrojë në pushtet. Duhet që qytetarët shqiptar të kenë mundësi të zgjedhin midis drejtësisë dhe kësaj qeverie të korruptuar, të vendosi nëse kemi të bëjmë me një grushteti nga ana e drejtësisë, siç thot Edi Rama, apo kemi të bëjmë me një drejtësi të vërtetë. Dhe këtë mund ta vendosin vetëm qytetarët shqiptar. Duhen zgjedhjet parakoshme, duhet të bëhemi gati për zgjedhje të parakoshme. Ky është një moment historik për Shqipërinë. Më në fund, edhe në Shqipëri ka drejtësi. Të korruptuarit po dalin para drejtësisë dhe duhet që me votën tonë t'ju tregojmë vendin.